Të shumë ishin atë kohë, ata që kishin autoritet të madh dhe gëzonin fort besimin e Skënderbeut, si në kohë paqe, si në luftë. Për vendin e parë ndërmjet tyre e pretendonte Mojsiu, jo vetëm për trimërinë në luftë, por edhe për një farë shkëlqimi të pashoq në emër të vet. Këtë burr vendosi të provonte Mehmeti, pa u ndier, dhe ta tërhiqte në pabesi me zotime të mëdha. Veç kësaj, ndihmonte në këtë mes edhe puna që i banonte fare afër kufive të tij dhe sidomos të Svetëngradit. Në këtë mënyrë mendoi se do të ishte më lehtë që Mojsiu të grishej për bisedime dhe që gjithçka të bëhej më me fshehtësi dhe më me pak pengesa. Sa për mburjet e kota dhe luftën që kërkonin të vetët, ai u shtise tani për tani, dëshironte gjoja për arsye jo të pavënda, ta shtynte shpagimin kundër Epirit, për më vonë. Kështu, duke shtënë në punë një pakicë fare të vogël të purpuratëve të vet, shok të planit u dha atyre pa autoritetet e Svetëngradit një letër të shkruar me shumë zgjuarësi e kujdes. Svetëngradasi e mori dhe e hapi me sytë 4 letër që i shpun dhe porositë e Tiranit i nguli tërqef në mendje. Sepse i premtoheshin dere të mëdha, po ta nxirte punën ban, ashtu siç e dëshironte mbreti. Sa kishte të bënte me Mojsin. Formulimi i letrës ishte që të bisedoj me të në emër të Mehmetit dhe t'i jepi liri e plot të zgjidhte, si ta mendonte vetë, dash të holla dhe grada pranë turqeve. Po t'ia kish shefin, dash sundimin e Epirit, po të mund të zhdukte Skënderben. Apo po të bënte që të zhdukej, ose të paktën po ta linte dhe të hiqej nga ana e turqeve. Fjalë të tjera pastaj, shumë të afta, për të ta mbushur mendjen, ishte atë letër, me të cilën nuk mendoi vetëm për Mojsin, por edhe për të tjerë, sado që nuk përmendishin me emër, por i jepi fuqi e plot komandantit, që të premtonte si ta kërkonte koha dhe rasti, dhe si do ta gjykonte vetë ai, se do të ishte më për nder e dobi të mbretit. Barbaris la gur pa mbrojtur për këtë punë, mbi të gjitha. Ai vuri në veprim të rrugësinë dhe mençurinë e vet, për të grishur në bisedime me Mojsin. Kështu, pasi ja tregoi planet njërin nga të vetët, që ishte i krishterë dhe prej racë periote, të cilën e mbyti njëkohësisht me zbultime të shumta, në rast se do t'ja mbushte mendjen Mojsiu, e dërgoi tek ai që ta thërriste. Siç ishte arsyeshme, kjo punë bën Naton dhe Perioti, që e dinte me pëllëm vendin, nuk e humbi kund rrugën dhe e gjeti Mojsin bashkë me rojën në kufi të mbretërisë. Pasi largoi të tjerët dhe mos qenë pranë, Mojsiu dha mundësi lajmëtarit armik që të fliste fare lirisht. Ai, përpara se t'i zinte nevojë porosit e tjera, e ftoi që të kishte mirësinë të vinte në Svetëngrad. Por kur e pasi s'po pranonte gjikondi, dhe se sigur tallej me mërzinë e armiqve, u hodh në çështje më serioze. Duke mbytur me lajkat e armiqve, bëri që t'ja vinte veshin mirë dhe ja zbuloi pjesërisht dëshirat e Tiranit. Mojsiu dëgjonte jo pa kënaqësi ato gjëra, dhe siç e ka zakon veçanërisht kotësia ushtarake, i gëlltiste me gjithë qef ato fjalë të ëmbla, të kurdisura, aq mirë për landet e tij, sidomos kur dëgjonte se mbreti i turqëve e nderonte dhe mendonte aq lart për të, dhe se vetëm atë nga e gjithë lulja e Epirit e ftonte me fjalë dhe me letra pranë vetes. Kurse një ushtri të lavdishme si ai duhet i skuqe fytyra nga turpi, sepse vetëm ai, ndërsa e sa të tjerë po zgjidhej si ndonjë i zvetëruar, për një pabesi aq të fliqur dhe për një vepër aq të urryer. Me gjithë këtë, ai u dyk tani në sytë e lajmëtarit, nga shpëria e fytyrës dhe nga toni i fjalës, se as i aprovonte, as i idhte poshtë ato që i thoshe. Svetëngradës ia bleu mendimin dhe s'foli më, por i dha fjalën se do kthehej për së shpejti dhe pastaj u largua me lejen e tij për tek komandanti.